Shën Pavli. Apostulli Pavel, bashkëkohësi më i ri i Jezusit dhe i thari më i zellshëm i fesë kristiane, i njohur edhe si Savleja, është lindur në Tars, qytet në Kilki, Turqia e sotme, disa vite pas lindjes së erës së re. Ai ishte qytetar romak me prejardhje izraelite. Mësoi të ndërtonte edhe shatore. Në rini shkoi në Jeruzalem dhe mësoi te rabini i njohur Gamaliel. Edhe pse Pavli ka qenë në të njëjtën kohë me Jezusin në Jeruzalem, nuk dihet nëse janë takuar ndonjëherë. Pas vdekjes së Jezusit, kristianët e hershëm u persekutuan, duke u quajtur heretik. Në të njëjtën kohë, edhe Pavli mori pjesë në këto persekutime. Por gjatë një udhëtimi nga Jeruzalemi në Damask, ju shfaq Jezusi dhe i foli. Pas kësaj Pavli pranoi fenë e re. Ky ishte një çast kthese në jetën e tij. Kundërshtari më parshëm dhe i ashpër i kristianizmit, tashmë u bë përhapsi dhe frymëzuesi më i madh i saj. Kështu jeta e Pavlit ndryshoi, si në të menduarit dhe në të shkruarit për fenë e re, ashtu dhe në rekrutimin e udhëtarëve të rinj. Gjatë veprimtarisë misionare, ai udhëtoi përmes Azisë së Vogël, Greqisë, Sirisë dhe Palestinës. Në predikimet para hebrejve, Pavli nuk kishte atë sukses të paraardhësve të krishterë të hershëm. Në të vërtetë, sjellja e tij shkaktonte antagonizma të mëdha dhe disa herë u vu në pikpyetje jeta e tij. Megjithatë, kur predikonte para popullsive jo izraelite, Pavli ndjente kënaqësinë e suksesit të tij. Ato filluan ta quanin apostull të Perëndisë. Nuk ka personalitet tjetër në histori që të ketë luajtur rol kaq të madh në përhapjen e kristianizmit. Pas vizitave të kryera në pjesën lindore të perandorisë romake që ishte mbushur me predikues, Pavli u kthye në Jeruzalem. Aty menjëherë u burgos dhe pas kësaj u dërgua për të gjykuar në Rom. Nuk dihet se si përfundoi gjyqi dhe nëse u largua nga Roma. Dyshohet se gjatë vitit 64 të jetë vrarë në afërsi të Romës. Ndikimi shumë i madh i Pavlit në zhvillimin e kristianizmit është rezultati i 3 arritjeve kryesore të tij. E para, suksesi i madh si misionar. E dyta, shkrimet e tij që janë pjesët kryesore të Dhjatës së Re, dhe e treta, merita për përpunimin e fesë kristiane. Nga 26 librat e Dhjatës së Re, së paku 14 thuhet se janë të tij. Edhe në qoftë se ndonjë studius bashkëkohor mendon se 4-5 prej tyre janë shkruar nga autorë të tjerë, është e qartë se Pavli është më i rëndësishmi ndërmjet tyre. Ndikimi i tij në fenë kristiane është i pakrahasueshëm. Idetë e tij pasqyrohen me këto fjalë: Jezusi nuk është vetëm frymëzues shpirtëror me fytyrë njerëzore, por ka dhe prejardhje hyjnore. Krishti vdiq për shkak të mëkateve tona, që mund të na falen falvuajtjeve të tij. Njeriu nuk mund të shpëtojë nga mëkatet kur përpiqet të respektojë këshillat e Biblës, por kur e pranon Krishtin dhe e kundërta, kur e pranon Krishtin, mëkatet të falen. Pra, Pavlit i takon mësimi për lindjen e mëkatit. Duke parë se shpëtimi për kristianët e ri pagëzuar nuk vinte vetëm me nënshtrimin ndaj ligjit, Pavli predikoi mos respektimin e shkrimeve hebraike, që flisnin për ushqimin ose ceremoninë e ligjeve të Mojsiut, të cilat duheshin reduktuar thellësisht. Disa nga udhëheqësit e vjetër kristian u shprehen vendosmërisht kundër këtyre këshillave. Derisa pikpamjet e tyre nuk përputheshin me njëra tjetrën, vështirë të mendohet se pa Pavlin, kristianizmi do të përhapej kaq shpejt në tërë perandorinë romake. Pavli nuk u martua. Ç'është e vërteta, ai nuk ka patur asnjëherë kontakte seksuale me ndonjë grua,
edhe pse është e vështirë të argumentohet kjo gjë. Pikpamjet e tij për jetën seksuale dhe për gratë të shprehura në letrën e shenjtë më vonë kanë vërtetuar ndikimin e tij të përcaktuar. Mendimi i tij për këtë temë te Korintianët. Ndërsa të pamartuarve dhe vejanëve u them, do t'jetë mirë për ta në qoftë se do të mbeten si unë. Por në qoftë se nuk mund të durojnë, le të martohen. Më mirë të martohen se sa të harbojnë. Krahas kësaj Pavli kishte pikpamje të ashpra për vendin e gruas. Gruaja duhet të mësohet me heshtje dhe me nënshtrim të plot ndaj burrit, sepse së pari është krijuar Adami dhe pas tij Eva. Pikpamje të ngjashme madje në një formë më të ashpër janë shkruar te Korintianët. Nuk ka dyshim që në këto pasazhe Pavli shpreh ide tashmë të pranuara nga bashkëkohësit e tij. Interesant është fakti që Krishti nuk ka dhënë deklarata të tilla apo të ngjashme. Më tepër se kushdo tjetër, Pavli luajti rolin kryesor për shndrimin e kristianizmit nga një sekt hebre në një fe mbarkombëtare. Pikpamjet e tij kryesore për prejardhjen hyjnore të Krishtit dhe për larjen e mëkateve nëpërmjet fesë mbetën bazë e besimit kristian ndër shekuj. Të gjithë fetarët kristian të mëvonshëm, midis të cilëve Augusti, Thomas Aquini, Luther, Calvini kanë qenë në ndikimin e madh të parimeve të Pavlit. Në të vërtetë, ndikimi i ideve të tij është aq i fuqishëm sa ndonjë studiues këmbëngul që Pavli dhe jo Krishti duhet vlerësuar si themelues i fesë kristiane. Ky mendim është shumë ekstrem. Megjithatë, edhe pse ndikimi i Pavlit nuk është i njëjtë me atë të Jezusit, përsëri ndikimi i tij është shumë larg ndikimit të çdo mendimtari tjetër kristian.